Gjesti, një nga banorët më të përfolur në Big Brother VIP Kosova dhe Albania, krijoi një moment të papritur dhe emocional në shtëpi dhe jo vetëm. Ai njoftoi banorët se do të largohej nga shtëpia dhe shkoi drejt derës së kuqe duke krijuar një atmosferë tensioni. Pas kësaj, produksioni u udhëzoi të shkonte në lavanderi, ku banorët e tjerë përpiqeshin ta bindnin që të mos largohej. Në një moment, Gjesti e sqaroi situatën me Eglin, e cila po mendonte gjithashtu të largohej dhe i tha se mund ta bënte ato, por më parë duhet të shkonte në dhomën e rrëfimit. Pas përshëndetjes me Eglin, Gjesti u fshe në dollapin e lavanderisë, duke krijuar një situatë të papritur që la të gjithë të mendojnë se ai do të largohej me të vërtetë. Ky veprim ishte pjesë e një plani të tij për të testuar ndjenjat e banorëve, për të parë kush e donte vërtet dhe kush jo. Kur Gjesti doli nga dollapi dhe e kuptoi se ishte vetëm një shaka, Egli u ndjej e shokuar dhe e lënduar. Ajo shpërtheu në lotë dhe e prekur thellë nga ky moment, nuk i foli fare Gjestit, duke u ndjerë e tradhuar dhe e zhgënjyer.